Edhe në këto ditë nxehta, bora ka zbardhur në këtë vend të mrekullueshëm, duke na dhuruar një pamje që ngjan sikur në përralla. Këto pamje të veçanta na I sjell bashkëpunëtori ynë Adnan Ademi. Përshëndetje, gjendemi në llet të Austrisë. Llei I Austrisë ka një lartësi mbi detare parafërsisht 1800 metra. Llei I Austrisë është një vend ku vizitoron turizmi. Këtu turizmi fillon në fund të nëntorit dhe përfundon me 21 prill. Brenda kësaj periudhe kohore nuk guxon këtu të punohet sepse është vend që vërshojnë turistat. Llei I Austrisë ka një pozitë të përshtatshme gjeografike, ka stazha të skijimit dhe koha është e paparashikueshme, ka një klimë tipike alpine. Këto papritmas mund të shfaqen rreth cumulonimbus që në termin meteorologjik I quajnë rreth të stohive, ku para 2 ditë kishim edhe reshje intenzive bore. Isha dëshmitar vjet në fund të gushtit, ku papritmas erdhi një stohi e cumulonimbusve rreth të quajta në termin meteorologjik dhe kishim një trasi të borës diku 50 cm. Këto edhe gjatë sezonit së verës mund të kemi reshje bore. Unë për disa qaste do t'ju lëm me pamje nga ky vend magjik I Austrisë, Lleh. Këtë vit, natyra ka vendosur të surprizoj vizitorët me reshje të papritura dëbore, duke krijuar kontraste të rralla, male të bardha, ndërsa lugina mbetet ende e gjelbërt.